Kapitulli i 2. Në popull ka pasur edhe profet të rem, ashtu si edhe Mesiush do të ketë mësues të rem. Ata do të fusin fshehurazi herezi, që çojnë në shkatrim, dhe do të mohojnë edhe Zotin që i shpagoi nga mëkati. Kështu do të tërheqin mbi vete një shkatrim të shpejt. Shumë njerëz do të ndjekin fëlligështitë e tyre, dhe për shkak të tyre udha e së vërtetës do të shahet. Nga lakmia për para, ata do t'ju mashtrojnë me fjalë të sajuara, por gjykimi i tyre, i vendosur qemoti, nuk do të vënojë, dhe shkatërimi i tyre nuk do të dremis. Perëndia nuk kurseu as ëngjëjt që mëkatuan, por i hodhi në humnerat e ferrit, kur uen të lidhur me pranga në errësirë për ditën e gjykimit. Ai nuk kurseu as botën e lashtë, po kur solli përmbytjen mbi botën e të pafeve, shpëtoi vetëm Noeun, veti tet, predikuesin e drejtësisë. Dënoi me shkatërim edhe qytetet e Sodomës dhe Gomorrës, duke i bërë hi, dhe i bëri shembull për ata që në të ardhmen do të jetonin pa besim. Por shpëtoi Lotin e drejtë, i cili vuante nga sjellja e fëlligësht e të pafeve. Ky i drejt jetonte mes tyre dhe shpirti i tij i drejt mundoi dita ditës, kur shikonte me sy dhe dëgjonte me vesh veprat e tyre të paudha. Zoti diti shpëtoi nga tundimi ata që janë përkushtuar atij, dhe diti ruaj të padrejtët që të ndëshkojnë ditën e gjykimit, sidomos ata që shkojnë pas lakmive të epsheve trupore dhe përbuzin pushtetin e Perëndisë. Ata janë të paturpshëm, arrogant dhe njerëz që nuk kanë frikë të fyen fuqitë e lavdishme qiellore, ndërsa ëngjëjt, që janë më të mëdhenj për nga forca dhe pushteti, nuk sjellin para Zotit gjykime fyese kundër tyre. Por ata janë pa mend, si kafshët, që lindin për t'u kapur e për t'u therrur. Ata flasin keq për gjërat që nuk i dinë, dhe do të shkatrohen po ashtu si kafshët. Do të marrin shpagimin e padrejtësisë. Ata e kanë për kënaqësi kur e kalojnë ditën në shthurje. Është njollë turp që ata të marrin pjesë në darkat tuaja kur vazhdojnë ende të kënaqen në mashtrimet e tyre. Syt i kanë plot dëshirë për të bërë tradhti bashkëshortore dhe nuk pushojnë së mëkatuari. Mashtrojnë shpirtrat e paqëndrueshëm. Zemrën e kanë të stërvitur për lakmi dhe janë pi mallkimi. Ata e lanë udhën e drejtë dhe u mashtruan dhe shkuan pas udhës së Balaamit, birit të Bosorit, që donte të fitonte duke bërë padrejtësi. Por ai u ndëshkua për paudhësinë e tij, sepse kafsha pagoi, foli si njeri dhe pengoi marrëzinë e profetit. Këta janë burime pa ujë dhe re që shtyen nga era, për të cilët është ruajtur terri i errësirës. Me fjalë të fryra e të kota bëjnë për vete me anë të kënaqësive trupore dhe me anë të fëlligështive, ata që sapo kishin shpëtuar prej atyre që jetojnë në mashtrim. U premtojnë liri kur ata vetë janë sklever të prishjes, sepse njeriu bëhet sklav i atij që e mposhtë. Nëse ata që u larguan nga ndyrësitë e botës nëpërmjet njohjes së Zotit dhe të shpëtimtarit ton Jezu Krisht, ngatrohen përsëri me këto gjëra dhe mposhten nga ato, atëre gjendja e tyre e fundit bëhet më e keqe se e para. Do t'ishte më mirë për ta të mos e kishin njohur udhën e drejtësisë, se sa pasi e njohën, ta praktisin urdhërimin e shenjtë që ju dha. Ktu ndodh si tek ajo fjala e urtë dhe e vërtetë. Qeni u kthye në të vjellat e veta, dhe dosa i larë u kthye të zhgërryet sërish në luc.